Qeveria e vendosi gur themelin e autostradës Tetov-Gostivar, ndërsa LSDM akuzon VMRO-n për hipokrizi, pasi thotë se ky projekt ka qenë i LSDM-s, të cilin VMRO e ka quajtur krim historik. Thonë se puna përgatitore përfshirë studime gjeomekanike, projektimi, miratimi i projektit të infrastrukturës dhe sigurimi një plani financiar për këtë aks prej 17 kilometrash, filloi pikërisht gjatë kohës së qeverisë më parshme të LSDM-s. Pikërisht projektin e Bechtel dhe Enka, të cilin ata me muaj e kanë denigruar, bllokuar dhe e kanë quajtur krim historik, sot po e promovojnë me krenari. Nëse është krim historik, a don të thotë kjo se VMRO DPMN po hyn në krim? Një gjë është e qartë, hipokrizia e DPMN-s nuk ka kufi, por të paktën është mirë që po vazhdon realizimi një projekti strategjik i LSDM-s. Sipas LSDM-s, ky aks rrugor është pjesë e 110 kilometrash që përfshin marrëveshjen strategjike me Bechtel dhe Enka, për të cilin VMRO DPMN thoshte se është i kriminalizuar. Kjo rrugë, shtojnë ata, është me gjerësi prej 17 kilometrash. LSDM e parashikoi dhe filloi realizimin e një segmenti modern autostradash me gjerësi 27 metra, një përparim, siç thonë ata, i vërtet infrastrukturor.